Fostoksina është kthyer në preparatin e vdekjes, pasi po përdoret në vendin tonë për të kryer vetvrasje. Dy ngjarje që përsërisin njëra tjetrën kanë ndodhur vetëm brenda një jave. Në 17 shkurt, një 23 vjeçare nga Sukthi i dha fund jetës pasi konsumoi fostoksin. E reja, edhe pse u transportua në spital, nuk arriti dot të mbijetonte. Kjo ngjarje alarmoi opinionin publik e që solli në vëmendje shumë raste të tjera të ndodhura ndër vite, se si ky preparat gjendet lehtësisht në farmacitë bujqësore e që tregtohet jashtë normave ligjore. Ngjarja tjetër e rënd u raportua në Fushkruj, në 19 shkurt, ku një 34 vjeçare humbi jetën pasi konsumoi fostoksin në banesën e saj. Ngjarja përfshiu edhe komunitetin. Një vajzë nga Sukthi shkroi një letër publike, ku ndër të tjera foli pa doreza për një realitet që vret, ku ligji shkelet me të dyja këmbët e ku bizneset sjellin pasoja fatale. Lagja është në zi, një jetë e re u shua shumë herët, dhe bashkë me dhimbjen linde dhe pyetja që po e bëjnë shumë qytetarë, si është e mundur që një lëndë kaq e rrezikshme të blihet kaq lehtë? Nuk mund të rrim duar kryq, kur një helm vdekje prurës si fostoksina shitet në rrugicat tona me të njëjtën lehtësi si të ishte buk. Kjo nuk është thjesht helmiu, është një armë kimike që nuk ka antidot, ka shkruar e reja. Edhe pse ligji e thot qartë që tregtimi duhet të bëhet vetëm duke përmbushur disa kritere të përcaktuara, fostoksina gjendet rëndom. Një vit më parë, Report solli një investigim ku gazetari arriti të blejë lehtësisht fostoksin në disa farmaci bujqësore pa përmbushur asnjë kusht. Tha i matë që duhet një 100 gram fotoksin se kemi një si gjysmë vame për bodrum, kafuca fasule, bim mjekësore, edhe i duheshin. Të mos kesh njerëz ambient ato për 3 javë herë mos hapet fare. A me kokër, sa kokër do? Një kokër sa lek bën? 500 lekë vjetra. Do një kokër te si 50 kg. Mje 5 kokë. Ketë kujdes. Po. Mos ketë mirë 3 javë mëllët do. Po me kokër, në ka fostoksin me gram. Ja, domo. Por të dalin në kryin fond. E risollëm në vëmendje pasi duket se situata nuk ka ndryshuar. Fostoksina vazhdon të vrasë të rinj që preken nga depresioni, moshat e mesme të cilat përballen me probleme në marrëdhëniet familjare dhe me mungesën e përmbushjes së nevojave, por edhe të moshuar, të vetmuar. Fatkeqësisht këta të fundit zgjedhin të ikin nga kjo botë duke përdorur fostoksinën, e cila gjendet kudo. Pa diskutim një këmban alarmi për shtetin dhe shoqërinë. E natyrisht pyetja që të gjithë bëjmë sot pas 2 rasteve të vetëm kësaj javë dhe shumë të tjerave ndoshta që nuk janë raportuar është e thjesht, por me të vërtet tronditse. Si është e mundur që një preparat i tillë pa antidot të blihet kaq lehtë, të shitet kaq paturpërisht në farmacitë bujqësore? A jemi përballë ne një dështimi të kontrollit shtetëror? Ky insert dhe ky material tregoi që po. Patjetër që fostoksina na tregon dhe një krizë shoqërore, një krizë të shëndetit mendor që edhe ky po neglizhohet, dhe pse ne reagojmë vetëm pasi tragjeditë ndodhin. Pra, a mund ta parandalojmë çfarë duhet të bëjmë? Kjo është pyetja thelbësore. Jam me Diana Toma, sekretare përgjithshme e Urdhrit të Mjekut. Mirë se erdhe, kënaqësi që jemi në Reze Dielli, dhe me Matilda Kambo, toksikologe. Mirë se erdhët. Doja ta nisem me ty, Matilda. Çfarë është fostoksina? Dhe pse nuk ka antidot? Atëherë, fostoksina është një bar i cili përdoret më shumë në bujqësi për të vrarë, si thua, insektet dhe që ndodhen tek drithi ose tek fasulja, pra në formën e herbicideve mund të përdoret, fungicideve dhe rodenticideve. Por ajo çka e bën këtë bar shumë të rrezikshëm është gazi që çlirohet, është fosfidi i aluminit. Pra, ai që vret është gazi i cili ky medikament në kontakt me ajrin ose me lagështirën nxjerr një gaz i cili është shumë i dëmshëm, është fosfidi i aluminit, i cili ka një veprim në citokrom, në mitokondër, dhe ky është i parikthyer. Fatkeqësisht ne nuk kemi një antidot për fostoksinën. Jo ne, por gjithë bota nuk ka një antidot i cili të jetë i licencuar ose si për medikamentet tjera, si për opiatet që ne kemi, dhe gjithë FDA-ja ka nxjerrë një medikament kundër, që është kundër helmi, për fostoksinën nuk ka. Dhe në komunitet, në të gjithë njerëzit e dinë që fostoksina është vdekjeprurëse. Pra, nuk është se kjo ka një medikament ose një kundër helm dhe rreziku që ne e shpëtuam jetën. Sa minuta ose sa orë ka në dispozicion organizmi për të mbijetuar, pra sa minutash? Varet. Kjo varet nga sasia që ke konsumuar, se si ne kemi marrë këtë bar,
Pra, nëse ne kemi marrë direkt, e kemi futur në taraktin tregtës dhe më pas kemi konsumuar ujë dhe kjo çlirohet në organizëm, nëse ne kemi marrë të tretur, pra do të thotë që ne e kemi tretur në një gotë ujë dhe gazi është çliruar aty, pra te gota e ujit. Ose nëse ne kemi marrë në një ambient ku është ndodhur për 3-4 javë, kemi marrë pjesën e asaj të mbetur dhe e kemi pirë, pra të gjitha këto japin klinik ndryshe. Në momentin që ajo ka ndendur mbi 3 javë, pra asnjë rast që mund të mbijetoj. Jo, nuk mund të themi këtë. Si konsumohet apo? Jo, ka të bëjë. Në momentin që fosfidi aluminit ka ndendur për 3 javë, atë që ne dëgjuam në insert, mbas 3 javësh ju mund të hapni derën ta, zotëria, dhe më pas kjo është pak më sigur. Pra ai që ka mbetur, ajo fosfidi aluminit që ka mbetur aty, mund të bëj dëme, por jo vdekje prurëse. Gjithsesi ata që shkojnë për ta blerë dhe për ta konsumuar, në momentin që ne marrim tabletën dhe e konsumojmë direkt, më pas kjo është vdekje prurëse. Pra ne mund të ndodhi vdekja fatale me një herë, në varësi të sasisë që kemi marrë, se ka njerëz që marrin 1, 2, 3 tableta, mund të ndodhi pas disa orësh në varësi dhe të gjendjes të fizikut që ne kemi. Pra, një pacient i cili është i ri, ka një hemodinamik më të mirë. Pra, godet, fosfoksina ku godet? Godet sistemi kardiovaskular. Ne jemi koshient, por sistemi kardiovaskular na çedon. Dhe organet e tjera pushojnë? Patjetër, sepse bën një vdekje qelizore, bën një acidozë metabolike, bën një vuajtje indore. Duke qenë se ne kemi një vuajtje indore, do të kemi gjithë pasojat e vuajtjes indore. Pra, por jemi koshient. Këtë duhet ta themi që pavarësisht se organizmi jonë po çedon, pavarësisht se ne jemi në një shok kardiogjen, ne jemi koshient. Pra truri është ai që nuk preket. Personi, e kuptova. Do të thotë gjithë vuajtjen, po, nuk u mbet vetia. Gjithë vuajtjet i marrin organet e tjera, truri është koshient, pra personi e di që këto organe janë duke e di që po çedon, e di që po vuan, ndodh dhimbje kardiake. Pra ata kanë një djegje retrosternale. Gjëja e parë që shfaqet është djegja retrosternale. Pra ti je koshient që e kuptova, pra nuk është vdekje me njëhershme, është me vuajtje, po thua. Domethënë ti je koshient dhe ti e kupton se çfarë po të ndodhë realisht në trup. Edhe 72 orë dhe më pas kanë bërë exitus për shkak sepse nuk e kanë përballuar dot të gjithë problemet kardiake, kardiovaskulare dhe mbas 72 orës ka ndodhur exitus. Në eksperiencën tënde Matilda, praktikisht ka shumë raste të tilla? Ka raste. Me fosfoksin gjithmonë. Pra, fosfoksina po shitet kudo. Ky preparat po shitet, po blihet kaq lirshëm, edhe pse është i ndaluar. Ligji 105 e tregon se si duhet të shitet. Pse po e gjejmë kaq kollaj, edhe ç'a duhet bërë? Ne e bëjmë pyetjen, po shitet, domethënë është një pyetje aprovuese, por realisht inserti dha përgjigje shterruese, pra nuk lë vend më për të thënë që jo po dhe shitet dhe nuk shitet. E pam nga inserti sa shterruese është përgjigja e kësaj situate. A ekziston një ligj? Patjetër që ekziston një ligj. Mund ta citojmë pak ligjin? Por e rëndësishme, po, se ligjet i kemi, ne po nuk e zbatojmë, ky është problemi. Nuk është vetëm e rëndësishme të shkruhet ligji. Po aq e rëndësishme sa të shkruhet ligji është dhe zbatimi i ligjit. Po aq e rëndësishme sa zbatimi i ligjit është ndjekja, kush nuk po zbaton ligjin? Ka institucione kompetente, nuk janë linje Ministrisë së Shëndetësisë, pavarësisht se pasojat e mosveprimit të asaj linje i adresohen pastaj kujdesit shëndetësor, sepse çdo intoksikim i organizmit njeriut atje adresohet, realisht është një ministri tjetër që e ka kompetencë. Por duke bërë një paralelizëm lidhur me kuadrin ligjor, nuk mjaftojnë vetëm hartimet e ligjeve. Duhen hartime ligjesh, hartime rregulloresh në funksion të zbatimit të ligjit, sepse ligji mund duket sikur është shterrues, po ka nevojë pikërisht për mënyrën se si do aplikohet dhe atë ta jep rregulloria. Dhe nëse do sillja një krahasim për analogji me rastin e ligjit lidhur me trajtimin dhe menaxhimin e opiateve, është ligji që i referohet, po nga ana tjetër po flas për farmacit, pra po bëj një paralelizëm midis farmacive që administrojnë për përdorim barna opiatik apo helme dhe këtyre njësive që tregtojnë të tilla lëndë. Preparate. E para një herë farmacit në bazë të ligjit kanë një licencë të veçantë. Pse je farmaci nuk do të thotë që ti a priori ke të drejtën ta tregtosh. Jo, ti do nxjerrësh një licencë të veçantë. Receta është një recetë e veçantë, pavarësisht se edhe në këtë ligj 105 përcaktohet. Asnjë recetë s'kishte personi që shkoi. Përcaktohet receta. Patjetër. Por a lihet vetëm kaq sepse edhe në farmaceutik
përmendja e recetës nuk e zauron shumë probleme, sepse ne jemi koshient që ka shumë. Edhe importohet nga subjektet e licencuara, thot ligji, edhe tregtimi me recetë të lëshuar nga specialisti. A kemi gjurmim të individëve të cilët ekzekutojnë receta? Kjo është pikpyetja e parë. Dhe nuk mund t'ja pun përgjigje. Në rastet konkrete dy ka ndodhur këtë javë, është bërë gjurmimi ku është blerë? A kemi gjurmim çdo fund viti lidhur me sasinë e importuar, sasinë e përdorur dhe adresën e përdorur? Pra pikpyetja. A kemi jo vetëm gjurmim, po llogaridhënie, se në Organizatën Botërore të Shëndetësisë ke një llogaridhënie lidhur me përdorimin e opiateve, po me këtë kategori produktesh. Duke qenë që është kaq kemi një llogaridhënie, duke pas parasysh që jo, jemi në një rast edhe me urgjencë më të madhe, që të ekspozuar në rastin konkret, nuk janë vetëm ata që duan të kryejnë një suicid, sepse në rastin konkret flasim për persona që duan të kryejnë suicid, po dhe ata që kanë si mjet pune. Pra kemi dy kategori, të cilët për prap janë kontingjent risku për të intoksikuar. Dhe nga ana tjetër është kontingjenti që do të kryej suicidin. Dhe në rastin e produkteve farmaceutike, ne ndihemi një çik më komod sepse e kemi një antidot. Alarmi duhet jetë dhe më i madh për këto raste kur antidoti shkencërisht nuk ekziston. Shumë vende e kanë bllokuar importin e fostoksinës. Edhe ajo i takon organeve të cilat kanë kompetencë për të bërë vlerësimin. E mira është që në qoftë se ekziston një përvojë e tillë, të shikohet përqasja dhe ngjashmëria me tregjet që e përjashtojnë dhe një gjë kur peshohet ka më shumë dëm se sa përfitim, e mira është të merren masa si në ato vende. Për ta rikujtuar dhe një ligjin, sepse duke rikujtuar, edhe ata që janë në këtë proces, vjen përballë përgjegjësisë përderisa prej tyre ka dalë nga farmacitë e tyre ka dalë. Ligji 105 për mbrojtjen e bimëve e përcakton qartë se fostoksina është një barë me rrezikshmëri të lartë, shumë elmues. Rregullat e shitjes së këtij helmi tregojnë se shitja u ndalohet personave që nuk janë pajisur me dëshmi aftësie të veçantë. Dhe në ligj thuhet, pra ju po shihni dhe pikat kyçe të legjislacionit, unë kam bërë një përmbledhje, se fostoksina importohet nga subjekte të veçanta dhe tregtimi i saj kryhet me recetë të lëshuar nga specialisti agronom dhe përdorimi kryhet nga persona të pajisur me dëshmi aftësie të veçantë. Pra, ky preparat, si që ndojshim nga inserti, është blerë pa recetë agronomi, pa regjistër, pa kontrol. Niki, do më lësh të bëj dhe një interpretim tjetër që mora shkas nga ajo çfarë lexuat. Është përdorur termi bar dhe referuar ligjit. Ne populli e njeh barmiu me këto terma. Jo, është tjetër. Është tjetër, është produkt tjetër. Sepse shpesh në urgjencë vinë që pacienti ka konsumuar barmiu. Nuk është fostoksina barmiu. Është tjetër. Ose thonë që është fostoksin, ndërkohë që ka qenë barimiut. Rodenticidi që është barimiut është ndryshe. Nuk ka lidhje me. Edhe ai është rrezikshëm edhe ai? Ka antidot barimiut krahasim me Po, ka. Por prapë ekspozimi është po njësoj. Barimiut për çfarë përdoret? Ku shitet? Ndaj në farmaci bujqësore? Në farmaci bujqësore. Për të njëjtat qëllime si preparat? Patjetër, por nuk është i rrezikshëm si fostoksina. Pra në atë që ligji thotë që fostoksina duhet të shitet tek ata persona të cilët kanë licencë dhe me receta ashtu si Diana tha që duhet një recetë specifike. Pra për opiatët ne lëshojmë receta specifike dhe janë mjek specifik që e japin. Jo gjithkush. Jo të gjithë mund ta japin. Jo të gjithë farmacit. Dhe jo çdo farmaci mund të ketë një licencë për opiatët. Sepse duhet një licencë e posaçme vetëm për opiatët. Vetëm për opiatët sepse realisht edhe ligji e përcakton. Siç e përcakton ligji për barnat opioid, mund të e ka të përcaktuar, se për fjalën mund, e ka të përcaktuar dhe për fostoksinën. Sa zbatohet, kjo është tjetër gjë. Dhe pacientët identifikohen, pra në rastin e ligjit barnave gjurmëshmëria recetës, sepse recetat truhen, janë të specifike, nuk janë si receta kushdo, nuk mund t'japi kushdo, dihet se çfarë sasi e bari. Për çfarë humor ku shkoi? Pra ku përfundoi ky preparat? Të vazhdoi mendimin që nisa, Niki, pra ligji e përmend termin bar. Nuk ka rëndësi se ku orientohet përdorimi, pra e ke bar veterinar, e ke bar lidhur me bujqësi, apo e ke bar për përdorim njerëzor. Koncepti bar është i njëjtë se lidhet me qëllimin, pra një apo më shumë lëndë
të cilat përdoren për 1, 2, 3, 4. Dhe në momentin që ti ke të njëjtin koncept me produktin dhe rregullat në varësi të grupit të barit, duhet jenë identike, lidhur me mënyrën strikte, jo vetëm të importit, por dhe të menaxhimit. Në qoftë se ne të bari që përdoret për njerëz kemi në mënyrë të drejtë për drejtë human, të cilët mund të jenë përfitues ose viktima, në rastin konkret nuk e ke të drejtë për drejtë si qëllim, por të kthehet pasoja e drejtë për drejtë nga tentativat e suicidit apo nga ekspozimi në ambientet e punës, sepse mund të jetë dhe një incident që mund ta shkaktojë. 2 raste brenda javës është e tepërt, plus që shumë raste të tjera që janë çdo humbje jete është e tepërt. Të patjetër që po, të pa raportuara. Domethënë duhet merren masa për ta parandaluar, se gjithmonë për studio shohim ndodhin tragjeditë, pastaj ajo komentohet dhe a mund të parandalohet? Si mund të parandalohet importi? Ose nëse Ministria, institucionet, pikërisht të bëhet kontrolli gjurmëshmëria, siç ndodh me produktet ushqimore që ne konsumojmë në përditshmëri tonë, që nuk është bërë kurrë, por që siç duhet të ndodh. Në të tilla raste suicidesh, nuk mbetet më vetëm një aktor. Patjetër. Janë 2 aktorë. Aktori i parë është ai që në një gjendje psikoemocionale të rënduar kërkon të bëjë suicidin dhe aktori i dytë kthehet gjithë rrjeti institucional i cili me mosveprimin e vet apo me veprimin e cunguar i ka dhënë mundësinë elementit të parë të realizojë qëllimin i cili që është tjetër kriza, është tjetër problem për të folur dhe që sigurisht nuk duhet neglizhuar. Shumë krizë sociale. Faleminderit shumë për mendimet tuaja. Sigurisht duhet folur në mënyrë që të përmenden her pas here, sepse edhe media ka rolin e vet në këto problematika. Faleminderit dhe punë të mbarë. Punët tuaj ka publicitet, ju pres përsëri pas pak.